Përshëndetje të nderuar teleshikues, përshëndetje për ju në studio, përshëndetje për të gjithë ata që po ndjekin në këtë çast programin ton. Atëherë, siç paralajmëruat edhe ju kolegë, ne po paraqitemi këtu nga Agjencia për Nxitje dhe Zhvillim të Bujqësisë, njësia në Kumanov. Kemi ardhur këtu të njoftojmë më hollësisht për të rejat e fundit që kanë të bëjnë në lidhje me bujqet, me blegtorët e rajonit të Kumanovës dhe Likovës. Siç e shihni edhe vetë këtu pranë meje kam udhëhecin e njësisë rajonale këtu për Kumanov, Likovë, Nagoriç dhe Kratovë, zoti Xhabir Ramadani. Zoti Xhabir, faleminderit që pranuat të ftesën për të qenë mysafiri. Faleminderit, kënaqësia është e imja. A mund na njoftoni diç më tepër në lidhje me të rejat e fundit që njësia juaj po i udhëheq këto ditë dhe ditëve që lanë pas? Ne si region veri lindor këtu, me qendër në Kumanov, cilën unë e udhëheqi si udhëheqës i njësisë, dhe gjatë gjithë kohës, çdo punë, çdo veprim e koordinojmë bashkë me Kumanovën, me gjithë komunat rurale, siç është komuna Likovë dhe Stara Nagoriçi, mandej komunën e Kratovës, të Rankovësit dhe të Kriopallonkës, ku kemi të punësuar tonë, kolegë tonë, me të cilët, domethënë, i koordinojmë punët për çfarëdo aktiviteti, qoftë për programet të cilët shpallen nga qeveria, qoftë edhe për tokat shtetërore që janë shpesh pjesë e thirrjeve publike, mandej edhe për pagesa direkte, për çfarëdo informimi dhe çfarëdo mbështetje teknike, por që është më e rëndësishme ne që kemi bazë të punës tonë, jemi këshillvënje, domethënë bujqëve edhe në teren, edhe në zyre, edhe gjithë kudo ju jemi si këshillvënë, domethënë ju japim këshilla për bujqësi. Kemi kuadër të profesional të degëve, qoftë blegtori, qoftë prodhimtari bimore. Kur jemi këtu të ndihmesa, sa po i dilni në ndihmë, sa po arrini të i dilni në ndihmë bujqeve blegtorëve, kur keni ndonjë risi nga ana juaj? Sa i takon ndihmës bujqëve, atë pjesën teknike, zakonisht kur ka thirrje publike, siç është aktual, veç thirrja publike IPAR 3, 2021-2027, masa numër 1, po edhe çfarëdo thirrje publike tjetër, qoftë për tokë shtetërore me koncesion, qoftë për nga programa për zhvillim rural, po qoftë edhe nga në afatin kur janë aplikimi për pagesat direkte apo popullore, siç e thonë subvencione. Për gjithë to, na realisht, me dalë edhe jashtë modestisë, neve na ndodh shumë herë që i kalojmë edhe orarin e punës, punojmë deri në 4, deri në 5, deri në 6, as më tepër kur janë ditë e fundit, veç më ka fundi i asaj thirrje publike qoftë, dhe nuk guzon që një njeri, një bujk, një fermer me ardhë, me kërku një ndihmë dhe mos me marrë nga ne, brenda mundësive të cilët i posedojmë ne. Përmendet këtu IPAR 3, thirrja e fundit që është e shpallë. Çka mund na thoni më tepër për këtë thirrje? Çka duhet të bëjnë bujqet e blegtorëve që të thithin këto fonde? Aktualisht është në rrjedhë, deri në datën 29 mars, domethënë është hapur thirrja publike IPAR 3-shit, që përfshin periudhën kohore 2021-2027, masa numër 1. Në masën numër 1 përfshin investimi në mjete bazore për modernizimin e ekonomive bujqësore, investim në mjetet themelore për modernizimin e bujqësisë. Kushtet janë realisht, me thonë, në këtë IPAR 3 janë thjeshtu shumë edhe janë lehtu shumë kushtet për të aplikuar. Kupton? Janë dokumentet të cilat nevojshme janë shumë këtë pak dokumente. 3 dokumente janë të cilët janë zyrtare që duhet nxirren, pastaj tjerët janë dokumente personale, thuaj letë njoftimi, thuaj fleta poseduese, thuaj ofertat të cilën e merr nga ato të cilët ofrojnë, domethënë ato mjete të cilët qoftë për ndërtim, qoftë për mjete bujqësore, mekanizim siç janë traktor dhe pjesë ngjitëse të traktorëve. Sa i takon, kjo ishte sa i takon asaj pjesës teknike të përgatitjes dokumentacioneve.
e jona si punë e jona, në lidhje me këtë si agjencion, kundrejt fermerëve është, duhet t'i përgatisim kërkesën, e cila është një format dikun 13 faqe, si duhet plotësohet me përpikshmëri dhe me profesionalizëm, sepse janë gjëra të cilët aty veç fillon kërkesa, fillon do të bëhet ose s'do të bëhet. U bë mirë, s'u bë mirë, aty shifet. Pastaj ka deri në 80.000 euro investim, bëhet propozim projekt teknik, të cilin ne e përgatisim, jemi të profesionalizuar, jemi të trajnuar për këtë punë dhe nuk e kemi problem fare çfarë do forme të aplikimit, nuk e kemi problema çështje. Dhe nëse mbi 80.000 euro, atëherë duhet bëhet plan biznesi. Realisht plan biznesi ne mbi 80.000 euro do të thonë, nuk i kemi obligim për ta bën, mujmë me bën, edhe normalisht që diku i bëjmë, por përgjegjësia është pak më e madhe dhe këto zakonisht i bëjnë shtëpitë konsulente private. Kush ka të drejtë të aplikon në këto programe? A ka të dalluar të bëjë që koblektor apo të munden të gjithë ata të cilët i plotësojnë kushtet? Me prodhimtari bimore me 1 hektar, minimum 1 hektar tokë duhet ta ketë. Për shembull, 1 hektar tokë me kultura drithërore. Grunë e thekun nuk është patjetër të jetë vetëm grunë 1 hektar, po të kombinu me gru, thekër, misër, etj. 1 hektar minimum është me pas që me pas drejt me apliku. Edhe me kultura foragjere si detelina, grahore këto, edhe me këto mundet shumë 1 hektar. Andaj me vëreshtet janë të kufizuar me vetëm vëreshtet për ato llojet e vëreshteve të cilat janë për prodhimin e verës, si dhe pjesa tjetër janë për edhe me blektori. Duhet të bëjmë një prerje këtu e cila është shumë e nevojshme ta dinë bujqit, fermerët, sepse përmes i pardit nuk mbështetet furnizimi me të gjalla. Shembull, nuk mbështetet me blerë lop ose dele ose dhi ose shpes pule etj, por mbështetet mirëmbajtja e tyre. Çka do të thotë se përmes i pardit mbështetet ndërtimi i shtallët, ndërtimi modernizimi i saj, blerja e pajisjeve të cilët janë për përgatitjen e ushqimit kafshëve, për mikser ndryshëm etj. Do të thonë se gjithçka që është për të kujdes për kafshët ose shpesët, ajo mbështetet. E që blerja e kafshëve, sepse blerja e tyre ose furnizimi me to bëhet përmes programit për zhvillim rural. Do të thonë, gjonat janë nuk mund të prehen njëna me tjetrën. Ajo që financohet në programin për zhvillim rural nuk financohet në IPARD edhe e kundërta. Atër kur jemi këtu, zoti Xhabere, gjatë fundjavës patët takime qytetarët e komunës së Kumanovës dhe komunës së Likovës. Si ishte interesimi nga ana e qytetarëve për këtë program? Nga trupa për menaxhim me IPARD-in, si dhe Agjencia për mbështetje financiare të zhvillimit rural, kanë marrë një aksion për, siç e thonë, ditë informimi dhe gjitha në shumicën e qyteteve të Maqedonisë së Veriut, që i ra që me datën 13, ditën e djeshme, ne të jemi në Kumanov nga ora 11 dhe nga ora 14 në Likovë. Ne ishmi prezent sepse e ndjeshmi obligim të jemi aty gjithmonë në mbështetje të fermerëve, të cilët për çfarë do informati janë mësuar veç me neve edhe normalisht që ne dojmë të japim kontributin tonë në pjesë. U prezentua IPARD-i, masa për të cilën është, kishte edhe pyetje përgjigje, interesimi ishte i mirë, relativisht i mirë, e njëjta gjë edhe në Likovë ndodhi me disa ndryshime pak a shumë, por edhe atje u bë. Sa i takon lidhje bashkë me thirrjen publike, shoh se interesimi është
mesatar, nuk thom që ka shumë interesim, po edhe nuk është pa interesim. Edhe zakonisht janë për furnizimi me mjete ngjitëse të traktorëve, që janë rimorke ndryshme, plugët me shumë tjerë. Gjithçka që ngjitet pas traktorit, makineri ngjitëse mas traktor, po edhe për traktor kanë konkuru. Për pjesën e investimeve në ndërtim ose modernizim të ndonjë objekti për kultivimin e kafshëve, kemi pas raste kanë marrë informata edhe ta shpresim që do të rrjedh puna, do të jenë të gatshëm sepse janë disa për ndërtim ka disa gjëra pak janë më të komplikuar, që duhet të pas leje ndërtimi, duhet të pas projekt të reviduar, duhet të pasën leje ndërtimi të si thash, duhet të pasën edhe pëlqim për Ministrinë e Bujqësisë nëse është ndërtimi në një tokë punuese etj. Po megjithatë, shihet se ka interes. Tash sa arrin mi realizu ato, na jemi të gatshëm pjesën tonë me bëmë i ndihmu, mi mbështet. Aplikimet veç kanë filluar, por deri kur do të zgjasin afatet? Deri 29 mars vazhdon afati, nëse nuk e vazhdojnë, por nuk besoj që e vazhdojnë, se 45 ditë janë mjaftueshme për këtë mas, që ka mund në përgatitën cili do për i bujshme, se thëma herës që nuk ka dëni dokumentacion të madhë, dëni diçka që është shumë e nevojshme. Kur jemi të dokumentacionet, sigurisht e dim edhe ju, po edhe ne, se shumica e lektorëve, bujqeve, ende tokat e tyre nuk i kanë në emën të vetë. Kanë në emën që të rkujt, apo në emën të ndonjë të ndjenjë. Të gjyshve, pra gjyshve. Të gjyshve, po kë e diçka. A është ky fenomen ende i pranishëm në rajonin tonë, apo ka filluar të vetëdijsohen në bujqet dhe të bëjnë? Fatkeqësisht hala, ashtu. Ka raste, ka të cilët kanë filluar domthonë, shohin interesin sepse ti ke 3-4 hektar tokë shembull, edhe i punon gjithnjë e nuk përfiton kur gjë qoftë nga programet, qoftë nga pagesa direkte, të cilët janë deri diku, nuk janë edhe pak gjona. Kanë filluar, domethënë, ama shumë numri është shumë i madh. Duhet një aksion realisht në këtë drejtim. Unë mendoj që duhet të bëhet një lloj si fushat tjetër, apo dhe një zdi çështja lishemra, se dhe një farë amnestionin këtë drejtim që të jenë mundësit më të lehta, shpenzimet më të vogla, në mënyrë që të rregullohet kjo çështje pronësisë juridike, e cila po ju kushton shumë gjë. Sigurisht se kjo mjaft ju pengon në aplikimin në programet që ju ofroni. Patjetër. Nëse nuk e ke flet pronësi në emën tënd, apo nuk e ke kontratën siç kërkohet, domethënë me kontratë tokën, nuk mundesh s'ki ndryshe si aplikon, kush e di se sa tokë ke. Problemi edhe është shumë edhe më i madh kur toka është në emër të njerëzve të cilët kanë vdekur vite më parë, me cilët ti nuk mundesh të bësh kontratë. Ajo duhet të rregullohet një herë çështja e pronësisë, të bëhet të rregullohet të arrihet deri te njerëz që janë gjallë familjes, ato pasardhësit, pastaj prej atij andaj mundet çfarë do forme mu punu, ose me kontratë dikush tjetër ta punon, ose vetë punon atje. Zotë Xhavin, nëse kemi harruar diçka lirisht, mund ndonjë përmendje apo ndonjë apel deri tek bujqet të cilët ende nuk kanë filluar të vinë ty të aplikojnë për këtë program? Ju falenderoj për këtë që jeni shumë aktiv në këtë drejtim, edhe gjithmonë kërkoni informata rreth këtyre programeve të cilët janë mjaft të rëndësishme për ekonominë bujqësore, për bujqësinë e Maqedonisë. Kështu që jam i njohës që vini edhe kërkoni, ne jemi të gatshëm gjithnjë për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja, dhe sa i takon ndonjë apel kemi bërë edhe përmes rrjeteve sociale, po edhe këtu, edhe përmes njerëzve, nëpër grupe ndryshme që të interesohen të përfitojnë, pse jo. Këtu është ajo vlera, është niveli i kofinancimit është më i lartë se në zhvillimin rural, ku fillon prej 60% financohet deri në 75%. Gjë e cila është mjaft e mirë, mjaft e volitshme për bujqet. Kështu që edhe një herë po them, kush ka kohë ende, sepse dokumentet e nevojshme janë dokumentet që më na 2 ditëve kompletohen. Kaq, më shumë nuk marrin kohë. A deri sa ora munden të vinë bujqet?
në lokalet tuaja? Na prej ora 7:30 deri në 16 ora jemi këtu në Zire, po jemi në dispozicion në telefon 24 orë, pa problem Për hiç. t'ju shërbyer. Po. I marrim ka njerë edhe laptopet me veti edhe shtuneve dillëve bojmë, kur e shohim të nevojshme që angli shtu. Faleminderit dhe suksese. Shumë faleminderit edhe nga ju. Të nderuar shikues, ishte pra kjo biseda me udhëhecin e njësisë rajonale për zhvillim të bujqësisë këtu në Kumanov, zoti Xhabir Ramadani. Shpresoj se ishte një bisedë frytdhënëse për bujqët dhe një informacion i mirë, me çka shpresojmë se do të aplikojnë dhe do të zënë këto programe të cilat i ofron vendi.